kemi kujdes para se ne të planifikojmë të bëjmë një fëmijë, është pikërisht pastrimi i kësaj energjie, sepse karma shkon tek fëmia. Është një cikël i cili ka shumë pika të cilat duhet të bëhen me tik, si për shembull shohin shenjën e horoskopit, sepse ka shumë lidhje me astrologji. Bëjnë fëmijë, emrin e fëmijës për shembull e shohin në forma të ndryshme se si duhet ja vendosin. Pra nuk është një emër bashkim apo i krijuar. Pra shumë i rëndësishëm edhe emri. Shumë faktorë të cilët lidhen me jetën tonë të përditshme, por ndonjëherë ne përqendrohemi vetëm në të pasurit të një fëmije. Nuk përqendrohemi në fakt në të gjithë procesin që ne na duhet të bëjmë për të pasur një fëmijë të shëndetshëm. Sepse duhet mendojmë që edhe fëmia që vjen në jetë duhet të jetë i shëndetshëm. Dhe Ayurveda thotë që nga çekuilibrimi dhe zbalancimi i trupave të prindërve ndos pikërisht sëmundja tek fëmia, sepse trashëgohet çdo gjë. Edhe alergjia ime në fakt është e trashëguar. Dhe unë shumë vonë e kam kuptuar